Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 10, data 10 prill 2026. Duke se kemi të bëjmë me një ditë mjaft të rëndësishme, sepse Brisapi vazhdon të theksojë detyrën dhe seriozitetin, sot ekziston një tendencë për të parë në plan afatgjat, për të matur përpjekjet dhe qëndrueshmërinë. Energjia ndihmon në lëvizje praktike. Nëse ka të bëjë me plane që kërkojnë organizim, planifikim dhe përgjegjësi, dita ju mbështet me shumë rëndësi dhe kënaqësi. Dita është e përshtatshme gjithashtu për përparime praktike, hapa të guximshëm, të qëndrueshëm, profesion. Dhe rëndësia është ajo ku doni të shkoni dhe çfarë doni të rregulloni. Është momenti dhe koha e përshtatshme në këto gjëra, sepse dita e premte është mjaft ndikuese në këtë aspekt. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet e detajuara. Atëherë kemi pikërisht këtë faqja roz. Aty do të shikoni se çfarë dhe si funksionojnë gjërat në lidhje me takime, në lidhje me bisedime, gjëra që doni të bëni, dhe keni mundësinë për sa i përket gjërave, për sa i përket çështjeve dhe anës ekonomike financiare, mund të zgjidhni një nga paketat aty. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj në mëkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe aty pastaj e dërgoni emailin dhe merrni drejt bisedë përgjigjen në WhatsApp, Viber apo kudo tjetër që juve do të dëshironi. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt bisedë me juve dhe doni të dërgoni mesazh në kohën kur jemi live në pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu. E shikoni dhe më pas ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhe për të marrë përgjigjen tuaj. Tani fillojmë pa humbur kohë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit? Dhe ku me dashin ndikohemi dhe ku bazohemi në anën tjetër? Kemi një mundësi, kemi një kohë, kemi një rëndësi, lidhje me takime, lidhje me bisedime, sepse duke pasur parasysh, kjo periudhë është periudha që vërtet ndikon, vërtet rrezaton në ato që doni të bëni. Por megjithatë, edhe pse jeni pak në dilemë për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve të njëpasnjëshme, sepse kjo vërtet zgjidhet në farë mënyre dhe me ekonominë, por dhe me gjërat e tjera që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për t'u shqetësuar, sepse juve shqetësoni pa dashje me dashje, në rregull, gjërat janë ndodhin, po unë do t'ju thosha që nuk ka vend për t'u shqetësuar në lidhje me anën e biznesit, lidhje me karrierën tuaj, lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të 10 të parë, me ujor të 10 të tretë, është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë ndikuese dhe mjaft e mirë për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket punës dhe karrierës, sepse lidhje me karrierën ka diçka shumë të madhe dhe shumë pozitive për juve, edhe pse ju duket pak e vështirë, por është mjaft ndikuese tek juve. Në çështjet që lidhen me një takim që do bëni, do jetë me vizhgjeresh të 10 të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, ka diçka shumë të rëndësishme, ku gjërat do jenë në favorin tuaj, sepse edhe për punën që lidhet me anën ekonomike, edhe për ndryshimin dhe bisedat që do të bëni, janë biseda të historisë të veçantë që lidhet me juve, keni gjërat në kontroll, i keni gjitha gjërat që doni të bëni me dëshirën dhe mundësinë e artë që keni tani tutje. Është një periudhë shumë e mirë, sado delikate duket, sado problematika që mund keni pasur, por jo diçka shqetësuese. Tani për tani është koha, është momenti dhe periudha që juve do nisni një rrugtim të ri drejt së njohurës dhe një rrugtim të ri drejt ekonomisë dhe stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të 10 të parë, me peshore të 10 të është perfektja, edhe pse keni pasur disa keqkuptime. Vijojmë tek shenja e radhës. Të shkojmë tek shenja e gaforres.
Vijojmë tek shenja e radhës që do thot binjakët. Për sa përket binjakëve, binjakët do duket se ndjese nga ta rrova pak, duke pasur parasysh juve të shenjës së binjakëve. Keni mundësinë, keni kohën, keni momentin e duhur, por meqense binjakët në lidhje me bashkëpunimet që do të kenë me gaforen, dhe këtu ishte që problemi që nga ta rua. Përse përket gafores, sepse gaforia me binjakët kanë mundësi shumë të mirë. Pra binjakët, flasim për binjakët. Dhe binjakët nga njëra anë kanë ndikimin më të mirë të mundshëm në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, sepse Mërkuri në ndryshime dhe ndikime të mëdha, hëna në krahun tjetër u jep mundësi dhe nga britqapi që kanë edhe kohën e duhur dhe momentin e duhur, por gjithsesi ka një ndikim shumë mirë. Binjakët duket se kanë dhe kohën e dyre më të mirë të mundshëm në stabilizime dhe në ndryshime të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me ujor është e mbar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimit dhe e mundësive që do thotë gaforja. Përsa përket gaforeve. Për gaforet duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me ndryshime, në lidhje me disa takime që do të keni tani. Po mund të jenë gjëra të paqarta, po ju mund t'i zgjidhni ashtu siç dëshironi për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse me karrierën e keni pak a shumë jeni në dilema për anën ekonomike financiare, për gjëra që nuk kanë qenë duke duhet për punën tuaj, por vjen një moment tani, një moment shumë pozitiv, korrekt nga ana juaj dhe lidhjet e punës edhe të vazhdimësisë. Në lidhje me disa takime pune, me disa bisedime shumë të rëndësishme që keni tani, është momenti, është koha, është ajo që doni të bëni ndryshimin e madh. Mund ta bëni sepse vlerat dhe ndryshimet janë pozitive tek juve. Kurse në çështja që lidhet me anën shpirtërore për juve të shenjës së gaforeve, duket se ka të bëjnë me akrepët e dhjetë të parë dhe me dashtë e dhjetë të tretë. Por bashkim familjar duket se është me shqiptar, nëse juve keni gafore dashura, jeni larg për shembull. Gaforet zakonisht e kanë këtë mundësi ose këtë kohë për zgjidhur problemin e tyre. E zgjidhin në një farë mënyrë dhe kanë disa çështje problematike të vogla, por janë edhe në kohën e duhur për nisma të reja dhe kohën e duhur në zhvillime dhe ndryshime. Në çështjet që lidhen me një lidhje të re e kanë mundësinë me peshk të edisit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Përsa përket luanëve, luanët duket se tani për tani, kjo periudhë mund t'ju duket e vështirë. E vështirë sepse e drejtë në fakt, për punën që bëni dhe për gjëra që keni, jeni lodhur shumë në lidhje me ekonomi, në lidhje me gjëra të ndryshme, por unë ju them që kjo periudhë është e juaja dhe është një moment mjaft i mirë. Është një moment që për gjithçka që përket kohës, përket ekonomisë, përket stabilizimit, ndryshimit madh që keni. Por në anën tjetër është periudha më e mirë e mundshme sepse stabilizimi ekonomiko-financiar, mënyra dhe mundësia që i keni tani atutje është në anën tuaj dhe një nga stabilizimet konkrete që do të keni. Por ajo që ju tërheq më tepër është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Kjo është e mund të ndodhi. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashtë dhe dhjetë të parë apo me bricap të dhjetë të dytë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshën dhe ku Virgjëreshat ndodhin dhe rregullohen? Është një moment perfekt. Është diçka shumë interesante me ndryshime, me takime dhe bisedime. Pastaj keni dhe gjëra të çështjes në lidhjet për shembull. Lidhjet e punës, ose gjëra që ndikoheni në vazhdimsi. Dhe unë ju them që i paraprini problematikave, i paraprini atyre çka keni pasur probleme ose gjëra të rëndësishme, është një mundësi shumë e artë tani, sepse ka të bëjë me kohën, ka të bëjë me punën aktuale dhe diçka shumë të rëndësishme, vazhdimësia, por jeni korrekt, nuk kam merakun unë juve, koreksia në punë, koreksia në gjërat e juaja, por mos mu shqetësoni,
sepse është koha më ideale e që ndonjëherë në lidhje me ekonominë dhe në stabilizim. Në stabilizim sidomos, sepse është koha dhe vendimet që merrni. Çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorja dashura duket se kjo periudhë është një periudhë ku ana pozitive, korektësia, ndryshimet që bëhen, momenti që keni, është një moment mjaft i mirë. Dhe me qenë se disa ndryshime që juve keni, ndryshime financiare, lidhje me biznesin tuaj, lidhje me takime pune, që kjo ka të bëjnë shumë, është dhe një mundësi, një favorizim mjaft i mirë për anën ekonomike, për financat dhe me ndryshime të mëdha që do të keni. Këto janë ndryshime, nuk dhe diskutoj që ka të bëjnë edhe me gjëra të rëndësisë së veçantë që keni juve, por është koha, është momenti, periudha kur ndodhin fenomenet. Ky është një moment mjaft i mirë, është një moment që i zgjidhshëm në financa, i zgjidhshëm në bisedime dhe ndryshime dhe gjërat e tjera që do pasojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep të ditësh të parë, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepi të dashur, duket se kjo periudhë, ky moment është juaj. Është periudha, është stabilizimi, është ajo që i përkisni në një farë mënyre. Anës ekonomike dhe financat, biznesit, gjërave të ndryshme që do të keni tani tutje, dhe këtu nuk e diskutoj sepse keni edhe mundësinë dhe gjithmonë dita e premte është dita e afërditës dhe e zgjuarësisë të amatorisë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarëve? Shigjetarët duket se jo se e marrin shtruar diçka ose kanë probleme të tipit të punës ose të karrierës ose disa gjëra që mërziten për gjëra të vogla. Unë them jo. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse dy gjëra janë kryesore, është ajo ekonomike, është ajo e financave, sepse këtu një burim të arrës të dyta është e mundur të realizohet për arsye të ekonomisë dhe të gjërave të tjera që do të keni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me dash është perfektja, por ka dhe diçka shumë të mirë sepse me zgjidhjen në një problematike shumë të madhe që do të keni në fushën e ligjit, jeni ju pra janë të tjerët. Vijojmë tek shenja e radhës që britsjapët. Britsjapët të dashur, duket se kjo ditë është mjaft e mirë për juve, dhe ka të bëjnë shumë kjo ditë e premte. Është ditë që ndikimi me Saturnin, që është mësuesi i universit dhe njëkohësisht është guvernatori juaj, u jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi stabilizimin, konkretizimin, punën dhe karrierën. Lidhje me karrierën nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim unë, sepse i keni të gjitha mundësitë edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me financat dhe me lidhje me biznesin e keni juve këtë. Sepse për biznesin juve keni gjëra që vërtet janë, keni lumturinë, keni begatin, keni mundësinë brenda dhe disa gjëra të tjera që anën e biznesit të çështjeve të karrierës është një nga mundësitë më të mira, më perfekte dhe jo vetëm kaq në anën tuaj, por ka të bëjnë me një takim të rastësishëm. I çuditshëm në farë mënyre, por ideal në anën tjetër. Ka gjëra që janë pozitive, ka gjëra që janë korekte nga ana juaj dhe puna, por njëkohësisht ka dhe diçka tjera që zgjidhen në problematika të ndryshme ekonomike financiare. Një nga momentet më të mira që keni është nga periudhat që do të diktojnë dhe ndikojnë në fushën e karrierës, është një moment i mirë tani. Bini pas se do të më kujtoni, ka të bëjnë për britsjapët dhe britsjapët gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh. Dashuria, megafore. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë ujori. Ujori të dashur, përgatituni për gjëra të mëdha. Kjo ditë e premte do t'i mësoj shumë, sepse keni një takim, keni një bisedë, nga dreka, bëjeni. Por mbas ditë keni kujdes, se disa gjëra mund mos jenë ashtu siç duhet. Në anën tjetër, ana e bashkim familjar është me gafore dhe me dem të 10 ditë parë. Është diçka mjaft ideale në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshqit dashur, nuk e di pse juve nga një anë gëzoheni dhe pastaj ne frikoseni. Se keni të drejtë madhe, por kush ua di.
Unë do të thosha që prisni pak, mos mu nxitoni. Ka gjëra që janë shumë të mira në ekonomi. Do shikoni se do ndryshoni edhe punën ju, por keni edhe një lajm shumë të mirë që ju vjen drejt për së drejti në anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me akrep dhe me kafore është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 10 prill 2026. Nëse dëshironi parashikime të detajuara, është pikërisht faqja roz. Duke zgjedhur paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin, pastaj flasim bashkë në Viber, WhatsApp ose ku dëshironi juve. Nëse dëshironi që të dërgoni mesazh në kohën që jemi live në pyetje përgjigje, e shaj butonin aty. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe e merrni 3% përgjigje çdo të mërkur, ora 20:00. Në Njërpulla, i fëmirat.